Zoti Abdigjiku po shihet si goxha i vullnetshëm për të hyrë në koalicion me Albin Kurtin nëse herave të tjera ka rezistu. Mos i ka rënë mend kështu që pas na gabu atëherë dhe po e shpreh në publik si një lloj gabimi derisa po e ka dëshirën shumë të madhe për pushtet tash. Madje edhe në këtë procesin e kuvendit të jashtëzakonshëm e ka përdorur një gjë të tillë. Madje i ka akuzu të tjerë se po duan ta lënë vendin pa institucione. Pra, akuzat i kishte me gjuhën e Albin Kurtit. Pse tash kjo dëshirë e tij për të hyrë pushtet, për t'i rahatu njerëz të vet se ndoshta ata qetësohen nga kërkesa për ta rrëzu, apo po don me ja bën një shërbim të mirë vendit, duke hyrë në koalicion me dikë që e kanë akuzuar për gjithçka. Tash, që start duket shumë e çuditshme që dikush cilin e ke akuzuar dhe e ke kritikuar aq gjatë, sipas me të drejtë, në pjesën më të madhe të kohës, mund të krijohet një rrethon që ti bashkohesh. Tash kjo është një këndvështrim. Po në anën tjetër, ne po jemi dëshmitar edhe të cikleve zgjedhore, edhe të kritikës me cilën e filluam këtë emision për pafuqinë dhe pamundësinë e partive opozitare për të bindur fundi-fundit votuesin që t'ju besoj më tepër. Votuesi i Kosovës i ka besuar këtyve subjekteve politike, bazuar edhe në rrethana që u krijuan me intervenimet që i ka bërë Kurti gjatë gjithë kohës brenda zgjedhjeve, po në fund certifikimi i zgjedhjeve ka ndodhur, rezultatet i kanë pranuar gjithë, dhe ky është verdikti i pranuar nga subjektet politike që i ka ardhur atyre nga populli. Kjo është e para. E dyta, nëse po je i pa fundi-fundit, është fjalë që çndron, që ta mundësh në zgjedhje zotin Kurti dhe vendi po degradon, dhe ti vazhdon të biesh murit me kokë, ndoshta duhet menduar edhe për të ndryruar strategjinë. Shikosh se si mund të ndihmosh vendit duke bërë diçka, duke marrë pozicion. E tash, duke thënë këtë, unë besoj se do të ishte gati se kataklizmike për LDK, nëse vendosin të hyjnë në ndonjë bashkëpunim për formimin e institucioneve me vetëvendosjen, pa qenë LDK libreza e personit që do të bëhet president. Pse e them këtë? Se Kurtit nuk i duhen votat e askujt për të votuar Albulena Haxhiun për kryetaret e kuvendit, siç e tha zoti Glauko Njupca se do të jetë sërish kandidate. I kanë me komunitetet jo shumicë, i kanë votat, besohet 83 mund të jenë që votojnë pa ndonjë problem këdo që propozon vetëvendosje ose nëse duam të themi drejt për drejt Kurti. Për qeverinë po ashtu, janë të njëjtat pak a shumë ato vota, edhe pse siç po e shohim po duhet shpërndaj pushtet edhe të këto komunitetet jo shumicë zoti Kurti, jo proporcionalisht me fuqinë e tyre politike, për të arritur numrat për qeveri, diçka që ndoshta edhe mund ta diskutojmë. Dhe fundit, pra ne shkuam zgjedhje për presidentin, po edhe nëse nuk do të kishim shkuar, se nganjëherë po fetishizohen këto fjali, shkuam zgjedhje për presidentin, tash duhet të fillojmë me presidentin. Jo për atë, vetëm pse shkuam zgjedhje, po se duhet të ketë balancim të fuqisë dhe kontrollit brenda pushteteve. E kërkon Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila jo rastësisht ka kërkuar që për president duhet 2/3, pra shumica e dyfisht, po ashtu për procese tjera, pra për të zhbllokuar situata ose për të ruajtur kontrollin e checks and balances në Republikën e Kosovës. Me Albin Kurtin? Së këndemi, zoti Kurti, megjithatë i ka sot 53 deputet kuvendit të Kosovës. Pa vullnetin e Kurtit nuk ka president Kosovës, dhe pa vullnetin e Kurtit ne shkojmë zgjedhje. Pra, pa vullnetin e Kurtit nëse s'ka president, atëherë edhe për fajin e Kurtit shkojmë zgjedhje. Të kuptojmë qartë sa jemi duke folur. Dhe nëse LDK-ja, por ndoshta edhe PDK-ja, ose kushdo tjetër, po mes po e diskutojmë kaprizmi i LDK-s, pranon që dikush që quhet konsensual, kushdo tjetaj, të bëhet presidenti i Republikës së Kosovës, dhe pastaj të hyjë në qeveri me zotin Kurti, dhe ndoshta edhe të marrë pozitën e kryetares së kuvendit, nuk vlen asgjë, nuk do të ndryshojë asgjë, se fuqia atyre vendimarrëse brenda qeverisë, dhe qeveria është organi kryesor i vendimarrjes në Kosovë, do të jetë gati zero. Pse? Pse janë drejt për drejt në vullnetin e Kurtit sa
do t'i marrë parasysh qëndrimet e ministrave që kushtimisht do të vinë nga LDK-ja dhe sa jo. Dhe nëse në një ditë të bukur zoti Kurti zohet nga gjumi dhe thot, më falë s'po më kujtohet pse jemi na LDK-n në qeveri dhe pse po më duhen mu t'i duroj për 6 vjet, kur për çdo ligj që duhet kaloj, duhet negociuar ndoshta me ta diçka dhe duhet diskutuar me ta, kur unë i kam 63 deputet për të kaluar gjithçka, për të mbajtur qeverinë deri në fund mandatit, për të mbajtur kryetarin e kuvendit, hajtë se po mbet hatri diçka, edhe del. Dhe me këtë hap të mundshëm të zotit Kurti, që është oportunitet politik fundit, se cili që është në politikë synon të grumbulloj me te për pushtet për vete, pastaj mund diskutojmë për natyrën e atij pushteti, se sa është i vetëdijshëm, se si duhet ta përdor atë pushtet, a për të përfituar për vete ose për ta madhruar veten apo për qytetarët, ky është diskutim i gjatë, por që mundësinë e krijuar për të përfituar dhe për të mundur në një cikël të arshëm zgjedhor atë që është konkurrent dhe sot e ka partner, nuk e shoh si do t'i rezistoj tundimit për ta shkatruar.